nesha. Unë di e bera të videon si nuk e kontenteri për agimin e ati shari që ndodhin firë. Edhe ca komente aty më thonë mua, o nuk e po t'isha unë t'ja kësha ngrem nisht me gësherë. Ca të tjerë thoshin unë nuk ja falë se nga behet e fëmis, unë do t'a vrasë, unë do t'a presë. Po unë nuk jam i ati mendimi se unë nuk shikoj vetëm një anë të medaljes. Kur ndodhin gjera për shembull, unë nuk shikoj vetëm atë si përfaqësoren që shikojnë të gjithë. Që do vjellin vrera aty do thonë, oj, do t'a vrasim, o, do t'a bejmë, o, kjo, jo, ajo. Po ajo si është gjë e mirë, është e mirë të shkosh të dy anë medaljes, duke menduar që vajzat do rriten, se vajzat janë adoleshente. Edhe në adoleshencë, të gjithë gabojnë edhe bëjnë gabime fatale. Po kjo s'do të thotë që të mëdhenj të reagojnë më keq se sa adoleshentët. Tashi, këti mendimi jam unë, kështu më ka rritur vandami mua. Doni t'ju tregoj një rastun me veten time tek pull. Po tregoj unë se s'kam turp, më ka ndodhur. Isha njëherë unë tashi te shtëpia. Kalon djali xhaxhait. I bie nip. Do me thënë, çuni xhaxhait tim ka bërë një djalë. Unë atë djalin e kam nip. Edhe i bërtita unë ditë. Unë isha një 15 vjeç, ai ishte 9. I bërtita unë ditë se më kishte bërë ca deme të vogla, më kishte vjedhur ca akse biciklete, ca kopertona, më kishte marrë llastiqet që vrisja spërdhej, më kishte vjedhur. Edhe unë i bërtita, ai qau edhe vajti sa xhaxhait. Xhaxhai im ishte gjyshi ati. Edhe unë isha 15 vjeç, sa kishin formuar grupin tonë në fshat OTR. Një vit më përpara kishte ardhur Noizi në skenë edhe ne u bëm OTR direkt. Në sy të çunave më të marrë kështu qetas, fap, gëllau këtu pe qafe, o maskaraj, mutit a jemë në gjithë një dy më lau. Më degenerojnë sy të çunave për kokë time ishin 5 çunane, 4 ata dhe unë 5. Më degeneroj muaj, më degeneroj karrierën muaj, unë sa isha bërë OTR i ziu. O, mërzita keq fare unë, sy të zidza, po qaja, më të vajtu në shtëpi tash me i natë madhë. Po adoleshentun. O, maj thashme më bjerë thikën e djathit se do vras xhaxhain. Thajë, t'keqe mamaja, qa thua? Bjem thikën e djathit, tharun se këshu më ram, më degenerojnë sy të çunave, e tashi dua thikën e djathit, do t'ja gull mu ku rrisë, thashun. Thajë, t'keqe mamaja që ke këto mend, hajde këtu ullu. Edhe i thret Vandami po bende qimecin e pulave. Hajde këtu burre, thajë, se shiko qa po thot djali. Më të lanë s'ke parin atje e më të arru direkt branët e dhoma. Qa kjeti, thej? Thash më qyrë qa kamë? Bjem thikën e djathit, thash më se do vras xhaxhain, se më ram, degeneroj, më masakroj atje në sy të çunave. Qa të them çunave tashi, thash më kam turp, më kap sedra. Thaj, t'keqe mbabi, po jo, këshu, qysh, thaj me thikë djathit xhaxhain, pa ish vlla im, tha. Po e thash më nuk pas ka qene vlla im ai, mund them ta thirti, thua. Jo, t'keqe babaj, thaj, ri këtu me babin, se do t'i them unë xhaxhaj, thaj, mos ta preki me fëmin ti me dorë. E, ti, thaj, i kisaj çunave fundja fare xhaxhaj më rau. Xhaxhaj është vend babit. Ere, ju si doni niprit e mbesa, nuk i doni sikur i keni fëmijët tuaj. Edhe ke më mirë këshu, thaj, thoj shokve më rau xhaxhaj. Edhe beu shok prap, thaj, se sa të vesh, thaj, e të thuesh ju vrava xhaxhan me thik buke. Ere, me thik djathi. Mirë që do në prishësh fisin, thaj, po do vesh në burge, prishet çdo gjë, thaj, prishet jeta komplet. Rithaj se ta rregulloj babi, tha xhaxhajt ai kështu, se kish futur në teke xhaxhaj, tinin çikra kikta. Tash të gjithë njerëzit mund të bëjnë gabime natruri fatale. Po kjo s'do të thotë që ti të prishësh tendën, qoftë psikologjike, qoftë shëndetësore. Kështu që unë s'bajta anë, unë thash të marrë çdo kush dënimin e dur, edhe ajo familje të vazhdoj të shikojnë jetën, të gëzojnë, se pse mos mendoj unë që ajo vajza për shembull do rritet nesër pas nesër, një gjë e keqe që i ndodhi në jetë, pasi shëron njerëz ajo me fjalët e saj që do të thot njerëzve, me fytyrën e saj. Si dihet jetës, s'keni pse mendoni të gjithë për keq. Edhe ato vajzat e tjera, edhe ato do reagojnë, do bëjnë më të mëdhaja, do kuptojnë. Okej, të gjithë gabojnë, të gjithë bëjnë një gabim, po jo ne të vim të mbjellim fare të keqe me fjalë që do themi. Ne të themi fjalë të mira në të lloj raste, të mundohemi të inkurajojmë familjet të dyja palëve.
Edhe në këto raste, në qoftë se ti mbjell fjalë të mira, ti do korrësh fjalë të mira. Se ti në qoftë se mbjell fjalë të keqe, ti fjalë të keqe do korrësh. Edhe truri ashtu do të punoj gjithmonë. Ma besoni mua këtë gjë, ja, pyesni edhe më të mëdhenj. Si funksionon njeriu, si mendon truri. Ri kështu ti, s'po flet fare dhe po shikon andim atan, po mendon një gjati. Herësh e mira, herësh e keqe. Po ti mos merr të keqet po i marrin të gjithë sot, ti merr të mirën. Beso mua, beso noken. Sidomos për ty që erdhe e pe videon deri në fund, për ty kam një surprizë shumë mirë. Do thuash ti, ore, mo jam 500 euro në ato lejlat. Jo, ore, vlla, nuk jam 500 euro. Shko qa do të mësoj, vlla po motër, qa do që t'jesh. Mos u mërzite, mos u streso me jetën. Je kështu ti, be një frimarje të thellë, mbylli syt. E ndjeve? Edhe vazhdoj qetë pasaj. Ka njerës aty që duan të ri me ty, duan të pi një kafe me ty, duan të dëgjojnë ty. Ka dhe njerës që ti duhet i dëgjosh, po dili, kërkoj, meru me të mirën. Mirë, mos ki fare frikë se nuk ndodh gjë, qofse ti ndjek rrugën e mirë, as një gjë e keqe nuk ndodh për kokë time. Qofse të vjena zoti këshu, bam edhe ti se prisje, to të ndodhi ty për një arsye. Në qofse ju doni tani që unë të vërtetoj që gjëra ndodhin për një arsye dhe t'ju tregoj një histori, më thoni se do t'ua tregoj se videot falas janë.